Publikimi i fundit I dokumenteve lidhur me hetimin e Departamentit Amerikan të Drejtësisë mbi krimet e financierit të dënuar për abuzim seksual Jeffrey Epstein kanë shkaktuar tronditje politike në mbar botën. Dosjet që përfshin mbi 3 milion faqe dokumente janë publikuar për herë të parë pas një ligji të miratuar nga administrata e ish-presidentit Donald Trump, që kërkonte zbardhjen e dokumenteve. Epstein u dënua për abuzime seksuale në vitin 2008, por shmangu akuzat federale që mund ta dërgonin në burgim të përjetshëm, duke përfituar një dënim 18 mujor dhe leje pune gjatë ditës. Ai u arrestua sërish në 2019 për trafikim seksual të miturve, por vdiq në qeli para fillimit të procesit. Dokumentet e reja zbulojnë komunikime dhe takime të Epstein me figura të fuqishme nga e gjithë bota, duke përfshirë politikan dhe biznesmen nga India, Australia, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia dhe Slovakia. Dosjet tregojnë biseda midis miliarderit indian Anil Ambani dhe Epstein pas dënimit të parë të tij në 2008. Ambani kërkonte ndihmë për të organizuar takime të kryeministrit Narendra Modi me zyrtar të lartë amerikan, duke përfshirë Jared Kushner dhe Stevie Bannon. Dosjet zbulojnë gjithashtu përgatitjet për vizitën historike të Modit në Izrael në 2017, ka shënuar një ndryshim të fortë në politikën tradicionale indiane ndaj çështjes palestineze. Emri I Kevin Rudd shfaqet në dosjet e Epstein në lidhje me një takim në New York në vitin 2014, pavarësisht se Rudd mohon të ketë pasur ndonjë marrëdhënie miqësore me Epstein. Dokumentet tregojnë përgatitje të veçanta, duke përfshirë kërkesën për ushqim jo vegetarian për Rudd. Ish-ministri britanik dhe antar në Dhomën e Lordëve dha dorëheqje nga Partia Laboriste pas lidhjeve të reja me Epstein. Dokumentet tregojnë se Epstein I kishte dhënë $75,000 Mandelsonit në 3 transaksione midis 2003 dhe 2004. Dosjet zbulojnë mira emailë midis Epstein dhe princeshës Mette Marit, duke treguar marrëdhënie të afërta personale gjatë viteve. Këto zbulime ndodhin në një kohë të ndërlikuar për familjen mbretërore norvegjeze, pasi djali I saj përballet me akuza për përdhunim. Dokumentet gjithashtu kanë çuar në dorëheqjen e Lajçak, shkruan Al Jazeera, duke treguar takime dhe mesazhe të shkëmbyer me Epstein në 2018 mbi gratë gjatë mandatit të tij si ministër I jashtëm. Zbulimet e reja po nxisin debat të fortë ndërkombëtar, duke rikthyer vëmendjen mbi ndikimin global të Epstein dhe rrjetet e tij me figura të larta politike dhe ekonomike, ndërsa disa prej tyre mohojnë çdo përfshirje të paligjshme.